Dhe pse një person që e ka trajtuar me shumë dëshirë këtë temë është Genc Burimi, cilin e kemi bezdisur në këtë mëngjes enkas për të parë nëse opozita ka reflektuar sugjerimet e tij dhe mbi të gjitha është pak tryeze e çuditshme kur she Bylukbashin me Damian Gjiknurin që takojnë ambasadorin e OSBE-s pas veprimeve të Marta Kosit, sidomos dhe deklaratave të saj. Burimi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, po. Tani, në vlerësimin tënd, sa e domosdoshme dhe apo i qaset opozita në mënyrën e dur reformës zgjedhore me kërkesën për garancitë e dura për zgjedhje normale, se për të lira dhe për të ndershme mos ta teprojmë? Është pyetje me spec. Do të them, është qeto. Do të them dhe bëje pa më spec. Po ta jap iden fillestare dhe ta zgjeroj brava. Duhet që për mendimin tim, opozita dëgjoj mirë, ta kushtozoj pjesëmarrjen e saj në tryezën për reformën zgjedhore me premtimin nga europianët se në Shqipëri do të ketë zgjedhje parakohshme legjislative. Edhe një? Unë sa po zgjova, po jeti që ende si e zgjuar. Shiko, duhet ta... Atëherë, ta themi ndryshe. Sot Gonzato, Marta Kos, von der Leyen, pra këta komisionit çfarë objektivi kanë? Kanë objektivin që të mbyllin negociatat në 2027. Nuk po hyn debate pse, domethënë për gjeopolitikë etj, plus që shohim tani çfarë po ndodh dhe me rusët që gjithçka po shpejtohet që Europa sa shumë të bashkohet. Edhe me janë. Pra, tyre i është dhënë ky objektiv. Në këtë objektiv që është dhënë, vjen një grimc ose më mirë një shkëmb i madh që ja prish pak a shumë të objektiv, gafa e Ramës me zgjedhjet dhe raporti i OSBE-Odirit. Ndonse Marta Kos u mundua ta fsheh, po s'mund ta fsheh, ai raport aty është vërtet një thash grimc me dashamirësi, por është vërtet një shkëmb në mes të kësaj udhe për përfundimin e negociatave. Në rregull? Okej. Kur këto negociata të përfundojnë, ato duhet të validohen nga dy bloqe. Duhet validohet edhe nga bloku quhet Parlamenti Evropian, që do japi dritën e shile apo atë kartën e shile për të kuq, dhe nga çdo blok më vete, pra nga çdo vend antar i BE-s. Shumë bukur. Dhe nëse shkohet në punën e negociatave me të shkëmb në mes të rrugës, pa e zgjidhur, sigurisht që gjithë puna e komisionit, e Gonzatos, e Marta Kosit, von der Leyen bie poshtë. Atëherë, po ta bëj pyetjen. Kur fëmia jot merr një notë keqe, ti do e kërcënosh, do thuash, s'do kesh më iPhone-in e radhës. Ka dy mënyra që tregon që fëmia jot ka reflektuar. Ose ai fëmia të tregon që shiko babi, mbas provimit keq që mora, unë po mësoj çdo ditë. Dhe ti shikon, për detyrat të tjera, dhe ti ja heq atë ndalimin dhe ja blerën e iPhone-in, ose ti thua jo, unë dua që të presë provimin e radhës, kur ta marrësh, atëre po ta hap dëshirën. Ktu është çështja sot i subtove ti. Mund të bëj Bylukbashi negociatat. Të do Gonzato. Gonzato thotë që u bë reforma për zgjedhore, bile edhe më shumë se XPD-ja. Çfarë doni ju? Atë reformë Gonzato ose Marta Kos ja çon Parlamentin Evropian, ja çon perëndimorët evropianë, i bën detyrë ata. Hajde, i mbyllim negociatat. Do të thonë që kur hyr Rama në 2029 në zgjedhje,